Sot do të flasim për një temë që formon themelin e besimit publik dhe efektivitetit të një qeverie. Si menaxhohet paraja jone përbashkët? Pikërisht, Arben. Shpesh flasim për buxhete, auditime, rregullore. Po. Por në zemër të gjithë kësaj qëndron një pyetje e thjeshtë. Apo përdoren paratë e taksapaguesve me mençuri dhe përgjegjësi? Dhe për t'ju përgjigjur kësaj, sot kemi gjetur një shembull konkret dhe shumë breslënës nga Kosova. Okej. Një dokument që përshkruan programin profesional të certifikimit në menaxhimin e financave publike, i ofruar nga ICAF. Ky nuk është një kurs i zakonshëm, apo jo, Anila? As pak. Mënyra më e mirë për ta përshkruar është si një akademi trajnimi elitare për zyrtar publik. Wow. Nuk është teori akademike, jo, por një program i fokusuar tërësisht në praktik, i krijuar enkas për njerëzit që tashmë janë pjesë e institucioneve të Kosovës. Pra, cila është nevoja urgjente që ky program kërkon të plotësoj? Dokumenti e thekson qartë një skenar shumë të rrezikshëm, por shumë të zakonshëm. Dëgjoj. Përfytyroi një ekspert të fushës, një inxhinier i talentuar, që emërohet drejtori një departamenti të madh. Papritur, ai nuk menaxhon vetëm projekte, por një buxhet prej miliona eurosh. Po. Në nënshkrimi i tij miraton pagesa. Programi i jep këtij menaxheri të ri njohuritë menjëhershme dhe praktike për të kryer detyrat me besim. Dhe, më e rëndësishmja, për të shmangur gabimet me pasoja ligjore. Më pëlqen kjo qasje parandaluese. Pra, nuk presim që gabimi të ndodhë dhe të raportohet nga auditorët. Pikërisht. E parandalojmë atë. Dokumenti thot se programi ndërthur standardet më të mira ndërkombëtare me ligjet lokale. Po? Pse është kaq i fuqishëm ky kombinim? Sepse kjo është formula sekrete. Standardet ndërkombëtare si PEFA apo IPSAS janë si t'i japësh një zyrtari planin më të mirë të lojës në botë. Okej. Por ligji për menaxhimin e financave publike të Kosovës është rregulloria specifike e fushës ku luhet. Ky program nuk u jep atyre vetëm koncepte abstrakte. Pra, por u mëson si t'i zbatojnë praktikat më të mira globale, hap pas hapi, brenda realitetit të tyre ligjor. Kjo e bën tepër të vlefshme, por kush saktësisht duhet të ulet në bankat e kësaj akademie? Vetëm drejtorët e financave? Kjo është pjesa më e bukur. Është përpothuajse çdo në pozitë përgjegjësie. Lista e synuar është e jashtëzakonshme, nga ministrat dhe kryetarët e komunave, Wow. te drejtorët e përgjithshëm e deri te rolet tejet specifike dhe kritike, si zyrtarët certifikues, menaxherët e kontratave apo edhe auditorët e brendshëm. Kjo tregon një filozofi të qartë. Menaxhimi financiar nuk është punë vetëm e një zyre, por një zinxhir përgjegjësie që përshkon gjithë institucionin. Le të bëhemi konkret. Nëse unë, për shembull, do të regjistrohesha, çfarë do të mësoja? Na udhëhiq shkurtimisht përmes moduleve. Sigurisht, programi është një udhëtim logjik, pra Okej. fillon me modulin MFP1, ku merr pamjen nga të lartë, strategjinë kombëtare, politikën makrofiskale, si planifikohen projektet e mëdha. Më pas, me MFP2, zbret në teren. Në rregull. Mëson procesin e prokurimit nga A në Z, si menaxhohet një kontratë dhe hap pas hapi, si miratohet dhe ekzekutohet një pagesë. Dhe supozoj që bëhet edhe më teknik. Po, por në mënyrë praktike. MFP3 të mëson të pilotosh mjetin, të përdorësh sistemin qendror të financave, KFMIS, dhe të ndërtosh kontrollet e brendshme për të parandaluar gabimet dhe mashtrimet. Së fundmi, MFP4 mbyll ciklin e llogaridhënies. Pra, cikli i plot. Si të përgatitesh pasqyrat financiare dhe, më kryesorja, si t'i lexosh dhe zbatosh rekomandimet e auditorit. Vura re diçka tejet interesante. Thuhet se përdoren raste reale nga raportet e zyrës kombëtare të auditit. Po? Kjo duhet i bëjë mësimet më të gjalla. Absolutisht. Është ndryshimi ndërmjet leximit për një rrezik teorik dhe analizimit një rasti real ku një gabim i ka kushtuar publikut miliona euro. I kthen rregullat abstrakte në pasoja të tregshme. Në fund, përfitimi për pjesëmarrësin është i qartë. Po. Një certifikat që i rrit vlerën në treg, një rrjet kontaktesh profesionale dhe aftësia për ta bërë punën më mirë dhe me më pak rrezik nga dita e parë. Ky është një model i fuqishëm për ndërtimin e kapaciteteve institucionale. Nuk po trajton thjesht individ, Jo, po ndërton standardin e profesionalizmit dhe integritetit rreth menaxhimit të parasë publike. Kur kjo ndodh, përfitojnë të gjithë, e para se gjithash qytetarët.
Pa dyshim që është një hap vendimtar për forcimin e institucioneve. Na lëviz nga thjesht pajtueshmëria me ligjin drejt kompetencës së vërtet. Sakt. Dhe tani kemi një pyetje për ju, dëgjues të nderuar. Më pëlqen. Nëse juve, nesër, do t'ju jepej përgjegjësia për një buxhet të madh publik, çfarë do t'ju shqetësonte më shumë? Okej. Frika se mos bëni një gabim teknik dhe ligjor, apo pesha morale e përgjegjësisë për të siguruar se ato para të kenë ndikimin më të madh të mundshëm për publikun? Mendoni për këtë.